Në shtëpinë Bardhazi vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes enigma Dusan Vlahovic. Sulmuesi serb ka refuzuar ofertat që kanë ardhur nga klubet turke dhe ato arabe, duke bërë të qartë që dëshiron të vazhdojë karrierën në Europë. Megjithatë, paga e tij është një pengesë serioze për shumë klube që mund të ishin të interesuara për shërbimet e tij. Sot është një ditë kyçe për kontratën e Vlahovic, pasi aktivizohet një bonus besnikërie prej 2.5 milionë eurosh që i çon pagën e tij sezonale në 10.5 milionë euro. Edhe pse shpesh përmendet shifra prej 12 milionë eurosh në vit, e vërteta është që kontrata e Vlahovic në vitin 2022 me transferimin nga Fiorentina parashikon një rritje progresive të përfitimeve të tij. Në 2 sezonat e para e ka përfituar një pagë prej 8 milionë eurosh. Sot ka marrë bonusin e parë të besnikërisë, ndërsa me 30 qershor 2025 është planifikuar edhe një tjetër bonus, që do ta çojë pagën në 12 milionë euro. Por data 30 qershor 2026 përfaqëson një tjetër moment kritik. Nëse deri të herë nuk do të rinovohet kontrata, Vlahovic do të jetë i lirë të largohet me parametra zero nga Juventusi.